Me lot në sy, 65 vjeçari Bardosh Axhira i rëfen momente dramatike ku zjarri përfshiu stallën e tij në fshatin Armen të bashkisë së Selenicës. Në stall ndodheshin 16 lop, 4 viça dhe 2 dele, të cilat u përfshin nga flakët. Sipas tij, gjithçka nisi nga një shkëndijë elektrike që më pas shpërtheu në flak, duke djegur me shpejtësi të gjithë objektin. Zjarri fillimisht përfshiu tavanin dhe më pas u përhap në pjesën e poshtme ku ndodheshin bagtit. Bardoshi tentoi të hynte brenda për të shpëtuar kafshët, por tymi dhe flakët e dendura nuk e lejuan. Ai shpreh se dëmi është kolosal, vetëm vlera e lopëve llogaritet në 50 milion lekë të vjetra, ndërsa bashkë me stallën dëmi total arrin në 300.000 euro. 65 vjeçari kërkon ndihmë për të përballuar këtë humbje të madhe. Në orën 7 darkës unë mbarova punë këtu. E mbylla dhe stallën me qelësh. Stalla e ishte alur me kamera, ja kamera që ka shtur këtu. Ajo djegur po hajtë, këshirën si ka. I ka në shpi, në 7 darkës, në 9 më marrin telefon, po të asaj dite, data 10, i 2/2026, ka ma flak stalla. Ma, kene zvi këtu, flaka, kishë marrë 2 janë, nuk kishe mundësi të ndërhyri, asë zjarfik që nuk ndërhyri, do të me maska me. Vetëm ty më hyra unë, deri aty në mes, u blokova unë, malli që s'më mbërtheu dhe mua asfiksimi. Dola jashtë, edhe zjarfik që nuk hynin do të, thujem gjame dritare dita, vetëm nga dritaret, e ma laksin me uja të zjarfikës, ata punon të rënatën. Malli ishte asfiksuar komplet. Po, në orën 9 që ka marrë unë, e pas vetur mallit shtrirë për tokë. S'ki shansë, unë i gjitha të morë, ditën e nesme pasaj me 2 zetora i hoqë mosh, i zorë ma dje, me gjithë harin 100.000 euro, po vetë mallit për mbi 50 milion lekë. Çfarë dyshoni? Elektrikën, unë s'ka fërkim me asë një njeri, jo që se njo fare atë pjesën e bërjes keq, po. Nuk ka shansë që të këtë hedhë mua njeri i flak. Po, nuk bëtë fjallë, që kjo është vajta në 0, mos temi dhe në 0. Si jo, ajo, po, mali është gjako, që a thu. Të kafshë të kishtë atë sigurora, unë se mërë dhe subveksionim, kam 2-3 vjetë në subveksionim. I kam verifikuar, i kam filmuar, po. Po, në ndim të vogën, me zna, në asë po, kërëm. Edhe vëllai i tij, cili merret me blektori, thekson se situata është shumë e vështirë për familjen, sidomos kur raste të tilla përsëritet rrallë në fshatin Armen të bashkisë së Selenicës. Jo, unë era shumë vonë. Gjarkym para, pas era unë. Po kur erdi, edhe kur erdi ky kishte marrë gjithë shka. Po, çfarë ndime mund t'i jap shteti sa ta lehtësojt paktën. Po, dëmi është i madh, po, edhe po si da... Mbollë ky të filloj prap aktivitetin. Unë kam dhënd. Lopën e kam në shtëpi, po dhënd kam. Më shumë me dhënd. I par vjet, po pak ndodhi tek Armando i Laverit. U doq zetori, edhe zetori doqi kapanoni, po vetëm i zetori. Nuk e qati fit ki zetori dhe flakër edhe u doqi një pjesë të vogël, aq sa mëzin e zetori. Jo bakti jo një. Është shumë e hidhur sepse ke punuar kaq kohë për të dhe të duket sikur e ke rritur vet. Prandaj të dhimbse, se e ke rritur vet. Nuk është problemi se do ngelen pa bukë, po problemi që e kam bërë kaq sakrificë për të, e nuk e shkoj dot ashtu. Se kam mundi dhe djersa imi atje ka qenë gjithkohën. Në vendngjarje kanë mbritur autoritetet përkatëse, të cilat kanë bërë vlerësimin paraprak të dëmit, si dhe përfaqësues të drejtorisë rajonale të veterinarisë në Vlorë.